الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد fillimisht pa asnjë dyshim të gjitha falënderimet e takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë ndjek, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Vëllezër, inshallah sot do të flasim për një temë e cila është temë aktuale, mirë po të cilën temë kam përzgjedhur që ta shohim se ka disa realitete të pathyeshme që Allahu subhanahu wa taala i ka përmend Kur'an, të cilat nuk ndryshojnë. Dhe njëkohësisht janë histori tregues se si janë një popull i caktuar, dhe gjithashtu janë edhe histori për neve, edhe tregues se si arrihet fitoria, se si arrihet nënçmimi e kështu me radhë. Domethënë shkaqet pse arrihet fitoria dhe shkaqet që arrihet deri në të nënçmimi i umetit. Pra do të flasim për një temë e cila është aktuale. Për këtë arsye nëse e shohim neve vëllezër, gjatë historisë e shohim se gjeneratat e para nuk u ngritën me diçka tjetër përveç se me fenë e tyre. Pra kur qëllimi dhe niyeti dhe synimi i tyre ishte fjala Allahu Akbar, kur shpatat e tyre nuk ngriteshin për vetëm se për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala, jo për të interesat e kësaj dinjoje. Kur ata ishin të lidhur me Zotin, kur ata ishin vëllezër dhe llogaritëshin vëllezër njëri tjetrin, pra qoftë ai edhe me mijë kilometra larg, në këtë rast Allahu subhanahu wa taala i ngriti dhe u dha fitore. Pra është gjenerata e parë, kohë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu. Pastaj gjenerata që erdhi pas tyre, pra Khulafa ar-Rashidin, pastaj erdhi edhe në xhilafeti umavive, abasive, kështu me radhë deri te xhilafeti apo deri te perandoria osmane, dhe pastaj pas saj kur ato u larguan prej atyre shkaqeve, të cilat ishin shkaq që ato të ngriten. Ju din shumë mirë, si rast do të përmendemi edhe çka thonjën e Omerit radhiyallahu anhu, e cila thonjë është bashkë për këtë temë. Omeri ka thënë kështu: ishim popull i nënçmuar, flet për arabët dhe para se marrë Islami. Ishim popull i nënçmuar. Fa'azana Allahu bil Islam. Dhe Allahu na ngriti, na bëri krenar me çka? Me Islamin, se ato pa Islami ishin çaj popull. Njiheshte që arabët i kanë cilësi të mira, kanë shumë cilësi të mira, mirë po kishin edhe cilësi shumë të këqija. Kishte shumë vllavrasje, kishte shumë lufta ndërmjet kabileve, ndërmjet fiseve e kështu me radhë. Po thotë Omeri, thotë ishim të nënçmuar dhe erdhi Islami dhe na ngriti. Tash kena qenë të nënçmuar. Kena qenë njerëz të ulët. Ai që na ngriti apo shkaku i ngritjes ka Islami. Edhe thotë pastaj, thotë çdo herë ne si umet, si musliman, çdo herë kur do ta kërkojmë ngritjen, krenarin, lartësimin në diçka tjetër përveç Islamit, çka do ndodh? Allahu do na poshtron. Shumë i thjeshtë. Për këtë arsye vëllezër, ne e shohim që këto gjeneratat e para, këto ishin gjeneratat e cilat njerëzimin e nxorën prej errësirës, siç ka thënë ai sahabiu, prej errësirës që e ka adhuruar njeriu në dritën e adhurimit njeriut, kënë Zotin e njeriut. Pra i kanë nxjerrë njerëzit prej adhurimit njëri tjetrit, të adhurojnë krijuesin e këtij njerëzimi. Për këtë arsye vëllezër, këto gjeneratat ishin të arta, këto gjeneratat i kishin të nështruar popull tjerë. Pra e shohim historinë, se lexojmë, e shohim shumë mirë se si kanë qenë të nështruar popull tjerë ndaj muslimanëve. Pra muslimanët i kishin si shembull tyr në çdo aspekt jetës, edhe në moral. Gjë e cila dallon sot. Sot, pas këtyre gjeneratave të arta, kur nisën muslimanët të largohen prej Allahut, kur nisën muslimanët të largohet prej fesë, para ta neglizhojnë fenë Allahut subhanahu wa taala, kur nisën muslimanët vetëm të thirren me emra musliman, mirë po nga praktikimi i Islamit zero, atëherë çka ndodhi? Ja nisi dobësimi. Ja nisën të shpërndahen dhe ja nisën dobësohen, dhe çka ndodh pasi njeriu dobësohet, pasi njeriu i hub këto vlerat e larta që i mëson Islami? Çka bie autoriteti. Pra kur ishin në atë kohë, kishin autoritet para njerëzve, para Evropës, para perëndimit, para ketëve. Kishin autoritet. Kishin perandori të ndaja në fillimisht pastaj ishin pra
shtetet mëdhaja të cilat ende kishin respekt shkaku i asaj që e kanë pas muslimanët, pra shkaku i asaj lidhjes të fortë që kanë pas muslimanët, edhe sundimi drejt që e kanë pas. Se Allahu subhanahu wa taala vëllezër nuk e ndihmon një popull nëse është zullumqtar, këtë ta kena qartë. Edhe kanë përmend xhollarët dhe do ta përmendim Ibn Taymija shkurt e qartë ka thënë. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, një popull i cili edhe nëse nuk është besimtar, mirë po ka drejtësi në mesin e tyre, çka ndodh e ngrit dhe i ndihmon. Nëse një popull tjetër i cili është popull besimtar, musliman, mirë po ka shumë zullum mes tyre, që ndodh shumë. Tash e shohim neve, e jetojmë neve. Çka ndodh, Allahu i ul dhe nuk u ndihmon. Për këtë arsye vëllezër, ajo që ndodh sot direkt, që e shohim neve nëpër ekrane, pra është çështja e Palestinës. Në Palestinë vëllezër, rasti i Palestinës është rasti të cilin krejtve na dhemb shumë. Se e shohim se aty u bëhet padrejtësi, çka? U bëhet padrejtësi muslimanëve të dobët. Nuk ka musliman të fortë që u bëhet padrejtësi. Janë muslimanë të cilët janë dobët, që u bëhet kjo padrejtësi para syrit të njerëzve. Krejt njerëzimi sot janë dëshmitar që është një popull Palestinë, është një Gaza e vogël në të cilën bëhet padrejtësi e madhe, lidhet gjaku, vriten fëmijët, pra edhe nuk respektohet ajo njerëzilloki minimal që duhet ta respekton njeriu. Për këtë arsye vëllezër, kjo çka e shohim neve sot në Gaza na bën me dije Allahu subhanahu wa taala shumë më herët, pra në ajetet e tij. Këto janë disa të vërteta që të përmendi 5 vetëm prej tyre. Pra 5 të vërteta të cilat janë përmend Kur'an që ta dijmë neve pse ndodh kjo çka ndodh në Gaza. Pra 5 të vërteta të pathyeshme, të cilat Allahu na ka përmend Kur'an, po që lidhen me aktualitetin sot, apo jo që vetëm lidhen me aktualitetin, por janë shumë aktuale, shumë të dukshme në ditët e sotit. Për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala si të vërtet parë do ta përmendim se na tregon në Kur'an realitetin e çifutëve. Se realiteti i çifutëve hebrejve janë ata të pabesë. Janë ata të cilët janë tradhtar. Janë ata të cilët gjithmonë Allahu subhanahu wa taala i ka shpëtuar me dërgimin e pejgamberëve, ata edhe i kanë vrarë, i kanë përgënjeshtruar. Pra, kanë qenë popull të cilëve Allahu me mëshirën e tij u ka ndihmuar gjithmonë, ata ja kanë kthyr shpinën dhe i kanë vrarë të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala, i ka përgënjeshtruar ato dhe kanë bërë gjithçka mos që vetëm e vetëm mos ngadneje fe Allahut subhanahu wa taala. Ku thot Allahu subhanahu wa taala, "Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum." Gjithmonë kur premtojshin diçka, kur lidhin ndonjë marrëveshje, ndonjë besatim, një grup i tyre pa që dhe kishte theje. Kjo është problemi i madh. Bel aktharuhum la yu'minun, thot Allahu subhanahu wa taala, por shumica e vërtetë është se shumica prej tyre nuk besojnë. Kanë qenë njerëz, kanë qenë popull i vjetër, i përzgjedhur prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala për ta ka dërguar pejgamber. Ka pas vëllezër mbi 124.000 profet. 124.000 pejgamber. Të gjithë shumica, të gjithë gati se janë dërguar tek ta. Mirë po, çka ka qenë rezultati? I kanë përgënjeshtruar, tham, i kanë vrarë kështu me radhë. Për këtë arsye Allahu çka thotë këtu? Në ajet tjetër thotë fa bima naqdihim mithaqahum. Pra kur ata e lidhshin një besatim, një marrëveshje, thot la'annahum, pra pasi e theshin një marrëveshje, ne i mallkuam ata. Për kë ka? Për çifutët. Pra vëllezër, kjo realitet është sot duke u pa. Sa besatime, sa lidhje, sa marrëveshje bëjnë e thënë. Gjë ka ndodhur marrëveshja, sot e thënë. Par që ka ndodhur marrëveshje, prapë kanë si. The atje, pra janë njerëz të cilët për fat keq nuk kanë as nëjën e njerëzimit. Janë njerëz që veten llogarisin se populli i zgjedhur dhe çdo krijesë tjetër njerëzore është shumë ulët për ta. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala këto na ka bërë me dije dhe kjo është realiteti i tyre. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala shpesh në për shumë ajete thot thumma qasat qulubuhum. Pra pasi i bën këto tradhtia, këto mashtrime, këto vrasje të pejgamberëve, thot u ngurtësuan zemrat e tyre. Edhe i kanë zemrat ngurtë. Ti çuditësh si ka mundsi njeriu i armatosur fort, domethënë në një armatim më bashkohor e vret fëmijën. E qëllon fëmijën e vogël 2 vjeçar, 3 vjeçar në krye. I dini këto janë gjëra që nuk duhet him detaje. Mirë po këto janë realitet që Allah na ka përmendur se far popull janë. Është mirë që njeriu t'i kujton këto. Ta sheh se si Allahu subhanahu wa taala e përshkruan këtë popull, edhe ta dini këto do të jenë çështu derisa të vriten. Nuk do të ndryshojnë, nuk ka popull që do të ndryshojnë. Kjo është një prej të vërtetave që duhet ta kena parasysh vëllezër. Se këta janë ata të cilët gjithmonë e kanë kundërshtuar ligjin e Allahut, i kanë vrarë të dërguarit e Allahut, edhe sot e këtë ditë ashtu veprojnë.
Pra veprojnë kundra Allahut subhanahu wa taala, edhe në ata të cilat Allahu ka përmendur se ka bërë edhe shirk. Pra për shirkut është që kanë thonë se Uzeri ka qenë biri i Allahut, sikur se thonë krishterët për Isa alayhis salam. Pra këto janë ata të cilët edhe në kohën e pejgamberit çka në Khayber e tradhtuan. Beni Kurejda tradhtare, Beni Nadiri tradhtare. Këto nuk ka histori për to, vetëm se janë tradhtar. Kjo është prej të vërtetave që duhet ta dimë vëllezër se pse është duke ndodhur ajo. Allahu na ka kallëzuar në Kur'an. Mos pritni prej këtij populli diçka tjetër. Kjo është realiteti i tyre. Dhe nuk duhet të hi shumë më fellë në këtë, e dim shumë mirë se kush janë çifutët dhe çka bëjnë ata. E vërteta e dytë është vëllezër, duhet ta dimë se që përmenden në Kur'an walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dhe ata mohuesit, to është në përgjithësi. Pastaj ka disa ajete do të përmenden çifutët dhe krishterët. Në këtë rast thot Allahu subhanahu wa taala, ata që kanë mohuar, pa besimtarët, çka janë? Janë miq të njëri tjetrit. Kur armiku është Islami. Kjo është realitet që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe është edhe ndodh sot këtë ditë. Ne mund të bëjmë krahasime sa dush, që ndodhin në shoqata, ndodhin institucione, ndodha që kur ndodh diçka te krishterët, çfarë reagimesh ka, dhe kur ndodh diçka te muslimanët, çfarë reagimesh ka. Sa ka vlerë atje njeriu dhe sa ka vlerë këtu muslimani si njeri. Kto i shohim vetë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na bën me dije që krejt jo besimtarët, krejt muslimanët kur vjen çështja që armiku që sulmohet, të jetë besimtarit, qoftë ajo sulm, si është tash konkretisht me armatim, qoftë edhe sulm mediatik. Kur o çështje se pala e kundërt apo pala kundërshtare është musliman apo është islami, krejt bon nga bashkë. Derisa kanë thonë dietarët el kufru milletun wahida. Kufri, mosbesimi është një millet, një fe, një gjë është. Kur është karshi, kush islami. Thot Allahu subhanahu wa taala, ja ju ledhina amnu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. O ju që keni besuar, o besimtar, Allahu thon në Kur'an, o besimtar, mos i merrni si miq as të krishterët, as çifutët. Të kesh kontakt me to, të kesh biznes me to, nuk ka problem. Mik nuk mund ta marrësh. Ai bën shirk Allahu subhanahu wa taala. Nuk bën ta dush. Ta respektosh diçka tjetër, ta dush nuk bën. Mos i merrni thot si miq. Pse? Kurdo ai kur o çështja ti ai edhe ti si musliman ti, domethënë ai si do të luftohesh. Do të bëhet ai bashkë me krejt kufret milet e tjera që ti të luftojnë dhe ta rrezojnë atë çka e ke ndërtuar dhe çka në të cilën thret. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala pasën vazhdim ba'duhum awliya'u ba'd. Se përmendëm edhe më herët në ajetin tjetër. Thot ata janë miq të njëri tjetrit. Pra kjo është ajo që Allahu subhanahu wa taala do. Pastaj është edhe një ajet tjetër që na bën të qartë neve se çka kërkojnë ata për neve. Pse përmenden krishterët dhe të çifutët zakonisht? Përmenden se janë idhtar të librit. Shpresohet e ta të kjesë pak mirësi, sepse kanë, domethënë lidhje, sadokudo, edhe pse librat e tyre janë shtrëmbruar, mirë po ka pak shprehje që ato kanë lidhje me Zotin, e din që ekziston Zoti, e din që ka Zot. Mirë po për këtë arsye Allahu çka thot? Na tregon qëllimin e tyre. Thot ja ju alladhina amanu. Jo, është që ajeti tjetër. Walan tarda anka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi' millatahum. Thot nuk do të jenë të kënaqur. Kur thon të kënaqur, edhe të përçafojnë tonë ç'kështu duhet si ti. Pra çifutët dhe krishterët nuk do të jenë të kënaqur me juve derisa kur? Derisa ta pasoni fenë e tyre. Atëherë po. Prandaj mos u çuditna, filoni shumë mirë kalon. Filon hoxha, mashallah, në gurbet atje, shumë punë i ka mirë me krishterët. I ka mirë se ai krejt çka lypin ato prej tij ai plotson. Krejt gjëra që janë ndaluar me shariat. I plotson edhe pastaj kanë harmoni, kanë bashkëpunim. Kjo nuk është kjo. Ajo çka kërkon Allahu subhanahu wa taala. Allahu kërkon që neve ta dim fen ton, e ti dim ku i kena kufit. Deri këtu, po, e na paqe, kena marrëveshje, po, ti respektojmë. Me kur ti kur të kërkosh prej me ti shkeli ligjet e Allahut subhanahu wa taala, vija te kuçe jo. Jo se kredo dalmi para Allahut subhanahu wa taala, nuk arsyetohen. Për këtë arsye vëllezër, mos na habite faktin që Allahu ka përmend. Se ata nuk do të jenë të kënaqur me neve, përveç nëse bëna të krishter apo çifut. Derisa ta pasojmë çka rrugën e tyre. Kjo është një vërtet tjetër që duhet ta kena parasysh. Allahu subhanahu wa taala në vazhdim çka thot? Kul inna hudallahi huwal huda. Nëse doni ta dini çka është udhëzimi i vërtetë, është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala. Është interesant vëllezër që kum dash para se me vendos ta mbaj këtë dersin, kum dash ta mbaj një ders tjetër për krizën e kuptimit të fesë të besimtarët sot. Mirë pa të lash për matiqi inshallah, se do të mbledh edhe argumente edhe pak më shumë, fakte reale pak më shumë. Mirë po, ja vlen të cekët. Problemi i madh që e kena neve sot është kjo.
kena krizë në kuptimin e fesë. Pra krizë si kuptohet feja, si ka kuptu Allahu subhanahu wa taala fen. Do të thonë si ka dash Allahu që ta kuptojmë neve fen. Si ka mësua Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fen. Si ka kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fen. Prandaj këto duhet i kena parasysh vëllezër. E kjo do të jetë një temë inshallah në vete që ta kena parasysh. Pra themi që ajo që ka ndodhur në Gaza vëllezër, vetëm se janë musliman vëllezër ato luftohen. Vetëm se janë musliman mshelin syt e lloj konventave që janë për drejtat e njerëzit. Vetëm që janë musliman. A bëni çën me shkel ndoshta dikun tjetër me inat. Çohet këtë dinjoja fol për ta. Një njeri thjesht me vra. Çohet dinjoja ngritën këto konventat e të drejtave të njerëzit edhe mundohen ta mbrojnë. A gje vritën me fëmijë, pleqe, fëmijë, graje, kështu me radhë, vritën para syve njerëzve kur kush nuk fol kur gjë. Këtu vëllezër, Gaza ka qenë ai realitet që ta përmendim pastaj, është ai realiteti që njerëzit kur o çështja që të luftohen muslimanët, kur o çështja që e kanë kundërshtar Islamin, i mshelin syt. Kinse nuk do të kur gjë. Mirë po, Gaza është bo sebeb kryesor që të nxjerrë se ti sa fytyra në pa. Sa fytyra në vërtet të konventave të ndryshme të Kobose, të shteteve që janë përreth Gazës e kështu me radhë. Kanë nxjerrë çka ka qenë sprovë. Do ta shohim te e vërteta tjetër, vëllezër, që është e vërteta e katërt, është se kjo që ka ndodhur në Gaza, vëllezër, është prej caktimit të Allahut. Edhe neve si besimtarë. E dim që nëse diçka ndodh me caktim të Allahut subhanahu wa taala, çka është ajo? Në të ka urtësi. Pa marrë parasysh, vëllezër, neve a e kapim këtë urtësi apo se kapim? A e kuptojmë këtë urtësi ajo? Në vrasjen e fëmijëve, normal s'ka urtësi. Neve ashtu shohim. Apo, vrasësh gra nuk ka urtësi, mirë po, si gjendje globale, kjo ka shumë të mira ndoja, sepse neve si besimtarë kuptojnë, a do të shkojnë në xhenet. Kryesorja neve çka është? Çka është një jetë i kryesorit musliman, i besimtarit? Të jenë në xhenet. Apo, krejt luftojmë që shkojnë në xhenet. Prandaj elhamdulillah, për ato është rënë shumë, mirë po, të vramit e tyre inshallah Allahu i pranon shahida. Prejnë këtë dinjo pa u bë qameti, ato e kanë nderin që të shndërrohen në Zot të gjelbërt edhe të shijojnë mirësitë e xhenetit. Ala pa ndodh qameti. Kjo mirësi e madhe. Pra vlera e shahidit mos flasim tash, ka shumë vlera që shahidi Allahu subhanallahu e ka ngrit shahidin në grada të larta. Për këtë arsye vëllezër, ajo në pamjen të parë është shumë keq, edhe shumë keq çka të ndodh. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala në çato derdhin e çati xhaku që derdhet në Gaza vëllezër, do të ketë mirësi dhe fitore të mëdha që do t'i shohim së shpejti inshallah me lehen Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëllezër, e shohim se Allahu subhanahu wa taala thon Kur'an thot asa an takrahu shay'an. Ka raste kur ju nuk e pëlqeni diçka. Wa yaj'al Allahu fihi çka khairan kathira. Ka diçka ti nuk e din. Ose keqja që çka është ndodhur në Gaza, vëllezër, e dim krejt. Pajtohemi krejt që është e keqe. Edhe krishterët tash, shumica e madhe, edhe njerëzit budistat edhe janë çuar kom tash protesta për ta ndihmu popullin e pafajshëm të Gazës. Shifet e moshë të qartë. Mirë po si umet në të ka herë të madh. Sa njerëz tash e ngrisin flamurinë e Palestinës. Që më para se kanë njoft, nuk kanë ditë çka është ajo. Sot ka mbri Islamin në cepin e dinjos. Për këtë arsye vëllezër, këto si rast duket i rëndë. Mirë po çka, inshallah Allahu me këtë derdhjen e xhakut, me këtë çmimin e madh që është derdh dhe që është paguar në Gaza vëllezër, do të shohim fitore të mëdha. Si umet. Është një e keqe e madhe që është duke u përhap në mesin e muslimanëve, sidomos këtu në Ballkan. Kanë nis tash edhe xhollar, kanë nis të folin neve duhet na interesojë shqiptaria, neve duhet na interesojë vendi jon, shqiptarët musliman, mos mina shumë vende tjera. Jo, nuk është kjo ajo për çka ka ardhur Islami. Islami na ka llogarit krejtve edhe atë që është në Brazil, edhe atë që është në Indonezi, edhe atë që është në Rusi, edhe këtë tjetrin që është në Amerikën Veriore, në Kanadë, nëse o musliman është vëllai jon. Kur neve do ta kuptojmë kështu fen, atëherë inshallah Allahu çka do të lishon bidhnillah edhe fitore mbi umetin. Pastaj Allahu subhanahu wa taala çka thot? Allahu thot, domethënë vërtet tjetër që e përmendëm është se Allahu subhanahu wa taala nuk e ndron. Allahu subhanahu wa taala vërtet tjetër është që Allahu subhanahu wa taala nuk e ndron gjendjen e një popullit përderisa çka?
ta ndrojnë ato veten e tyre. Pa ato njeriu ndryshon njerë veten, pastaj vijnë ndryshime të tjera për jashtë. Allahu subhanahu wa taala çka thot? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu thot asnjëherë, me të vërtet, pra ka me të vërtet, inna Allah, me të vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit përderisa ato ta ndryshojnë veten. Që do me thonë, ndash në aspektin pozitiv, ndash në aspektin negativ. Muslimanët ishin parët, muslimanët ishin për të marrë shembull, muslimanët i shtrojshin te pikat e kuq, si pritin më para, ka video, elhamdullah, ka tash video sa doni në YouTube, se si ka qenë pritja e muslimanëve. Si e kanë prit në Kobo mbretin Faisal. Habitin e me pa në YouTube. Këtë që në kom, për njëherë, vup kur shoh se mbreti vin. Krenari ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Tash kjo ka thonë shpejt, mos folim më herët në gjeneratat e arta. Pse? Ka qenë i lidhur me Zotin. Kur nisën muslimanët të largohen prej Allahut, kur nisën muslimanët të lënë librin e Allahut subhanahu wa taala, kur nisën muslimanët të largohen prej këtyre të vërtetave që i përmendim, atëherë çka vjen poshtrimi. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala qartë na kallzon. Thot Allahu nuk e ndryshon. Pra prej krenarisë që keni pas, nuk ka ardhur poshtrimi, përveç se ju keni ndryshuar. U dhan masdinjos, u erdh kjo. U dhan masdinjos shumë thjesht ka ardhur edhe poshtrimi. Kthehuni shumë thjesht. Me çka janë ngrit gjeneratat e para? Me Islam, duke praktikuar Islamin. Nuk ka, e di se është një fjalë, nëse ke provu diçka dhe ka hec, dhe ka qenë qëllume, mu shkopet lipi që ka tjetër. Se kjo është duke hec, është e sakt. Pra nëse muslimanët janë ka për Allah, kur janë ka për Allahun, e kanë praktikuar ligjin e Allahut, kanë praktikuar drejtësinë. Krejt këto, edhe Allahu i ngriti. Çka ka nevojë të lipim diçka tjetër neve tash? S'ka nevojë hiç. E kena kot shembull. Prandaj nuk ka mundësi muslimanët të arrijnë atë krenari që kanë pas më herët, përveç se nëse i kthehen librit të Allahut subhanuhu teala edhe nëse i kthehen ligjit të Allahut edhe praktikimit të fesë. Për këtë arsye vëllazë, Allahu subhanahu çka thot? Thot: "Wa la yansurunna Allahu man yansuru." Allahu do të ndihmon atë që ndihmon Allahun, por dietarët kanë thënë që këtu është për çim fen Allahut. Pra Allahu pa dyshim do ta ndihmon atë person, atë grup, atë popull, përderisa ato e ndihmojnë fen Allahut subhanahu wa taala. Inna Allah la qawiyyun aziz. Allahu, këtu pse thot Allahu në fund pas kësaj mënyrë, pasi thot se Allahu do ta ndihmon atë i cili e ndihmon fen e tij, thot mënyrë Allahu është domethënë i plot fuqishëm dhe i fortë. Pse thot? Të kallëzoj se Allah mund ta bëjë këtë. Pra ti ndihmoje, pra ajo është vërtetim për fjalën që ka thënë më herët. Ti ndihmoje fen Allahut, Allahu do ndihmon pa dyshim ti. Dhe kënë ndihmon Allahu subhanahu wa taala, kush janë këta që cilësitë e këtyre që Allahu subhanahu wa taala i ndihmon? Thot Allahu në vazhdim të ajetit, alladhina in makkannahum fil ard. Ata të cilët neve kur u japim pushtet. Pa Allah shife përmendën pushtetin. Tash nëse kena pushtet, ne kena pushtet më ngushtë në familjet tona. Pra atyre të cilët kur u japim neve makkannahum fil ard, kur japim neve pushtet në tokë, çka ndodh? E qamu salate e para, e falin namazin. Pastaj thot wa atu zakat, dhe japin zakatin. Pra i bën shtyllat e Islamit. Dhe një prej shtyllave që dietarët vëllezër kanë thonë, Islami ka 5 shtylla. Kisht pas shtyllën, ka një rivayet thonë, kisht pas shtyllën e 5 do të ishte xhihadi, apo shtylla 6 do të ishte xhihadi, apo kanë thonë, bile më shumë që e përmendin dietarët thonë, kisht pas Islami 6 shtylla, cila do të ishte shtylla 6? El hisb i thonë, apo pak më gjerë, el amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Se kjo i mbron krejt ato 5 shtylla tjera. Për këtë arsye thonë dietarët, kisht pas 6 shtylla, do të ishte kjo shtylla e 6. Pra, pa këtë nuk ruhen të tjerat. Për këtë arsye thot Allahu thot, dhe ata të cilët urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Çka? Walillahi aqibatul umur, dhe me të vërtetë çështja e fundit papi takon Allahut. Allahu me këtë përfundimin në këtë ajet çka thot? Thot prap të gjitha çështjet, krejt to çka ju ndodhin, prapë ndor teme. U me dash Allahu sot i bën këtë njerëzit musliman. Ama nuk ka atër kuptim kjo. Kjo realiteti që jetojmë, sprovat, nuk ka kuptim atër pse ka shejtan, nuk ka kuptim krijimi i xhehenemit, nuk ka asnjë gjë del pa kuptimin se Allah i bën këtë musliman. Për këtë arsye ne kanon të lirë që neve ta zgjedhim. Na ka tregu, kjo rrugë çon këtu. Kjo rruga tjetër çon këtu. Ti je i lirë, zgjidh merr. Po jo zgjidh merr në kuptimin të lirë, domethënë, nëse jena të lirë që kena drejt zgjedhim, sa ndum. Jo. Do të dim se on ta zgjedhim. Se nëse zgjedhim gabim ka dënim për atë. Pra nuk jena të lirë që nëse zgjedhim gabim, Allahu nuk na merr përgjegjësi. Jo. Se Allahu ka dhënë mend. Dhe ka tregu kjo rruga çon xhenet. Nëse ndjek këtë rrugën tjetër çon xhehenem.
Dhe vërteta e fundit vëllezër është sidomos për situatën që flasëm sot, që neglizhohet nga shumica e muslimanëve, është se armën e kena në dorë ne. Armën e përmirësimit të vetes, të umetit e kena në dorë ne. Që do me thonë, çka është kjo arma? Është duaja, vëllezër. Duaja është një prej armëve që ka secili në dorë, nuk mund të ta merr kërkush. Armatimin mund të ta marrë dikush. Altererin mund të ta marrë dikush. Gjithçka që është fizik mund të ta marrë dikush. Mirë, po armën më të fortë që ka besimtari është duaja. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala, çka thon kur thot? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah na ka bërë qartë. Po neve çka e neglizhojmë. Allahu thot, dhe tha Zot, pra Allahu i thot pejgamberit, thuaj, ka thon Zoti jot, më bëni dua, pra më kërkoni prej meje, unë do të përgjigjem. Kërkoni prej meje, çka? Unë do të përgjigjem. E tash neve si musliman, na dhem zemra, qajm për vëllezërit ton Palestinë, këti bën këto, bëjmë postime, shkruajmë ngushëllime, fitore, tash këtë janë atë gëzu që ka pushim. Mirë, po asnjëri për neve nuk ka shku ndërmjet që ki armën me vete. Qosh në pikën e natës edhe të thush, o Zot, ti falë gjithë qatë namaz, e thush, o Zot, qahesh me lot, o Zot, ndihmoj atë popull. Këta mund ta bëjë si cili për neve. Nuk kërkon kjo shumë mund. Për këtë që kjo është e njëjtë edhe për përmirësimin e vetes tona. Ne, nëse duam, si ka thonë e përmenda javën e kaluar, por javën e përmendet edhe sot edhe njerë për shikuesit. Kur është pyet Shekhi Ibn Uthaymini se çka mund bëjmë neve që s'kena pushtet në dorë për vëllezërit tonë Palestinë, si mund të ndihmojmë atyre? Ai ka thonë duke ndihmu veten, duke ndihmu fen Allahut subhanahu wa taala, duke përmirësuar raportin tënd me Allah. E kjo është e vërtetë vëllezër. Kur ne do të përmirësojmë veten tonë me Allah, vallahi Allahu do të lëshojë mëshirë, dashnjëllok, dashuri për tjetrin. Edhe kada do të nisë pastaj edhe rizgjimi islam, edhe do të vijë kohë kur një shtet do të jetë i fortë, shteti tjetër musliman do të bëhet i fortë, ai tjetër, do të kenë dro, sikur se kanë pas dro në gjeneratat e arta. Jo besimtarë për besimtarëve. Mirë, kjo do punë, kjo do sinqeritet, kjo do lidhje të sinqertë me Allahun subhanuhu teala. Nuk shkon, hajtë se mjafton me çka, hajtë se unë fali namaz. Nuk bën vëllezër ta krahasojmë veten me njerëz që janë më dobët se ne. Ne do të krahasojmë me njerëz që janë gjithmonë më lart se ne, që nëse dojmë, se kjo udhëtimi vëllezër, udhëtimi për drejt Allahut, vëllezër shkon me shpirt, me pastrim të shpirtit, me afrim tek Allahu për ditë e më tepër. Pra nuk është ecje në kom kjo për tek Allahu, se tek Allahu do shkojmë krejt, mirë po si do shkojmë? Rrugën deri tek dalja dhe ballafaqimi para Allahut, kjo është çështje e zemrës vëllezër. Kjo çështje e zemrës. Dhe për këtë ka folur Ibn Kaimi shumë në librat e tij. Mirë, por nuk është tu vendi. Do të përmendin një rast se sa ndikim dhe sa si ka ndodhur që Allahu subhanahu wa taala e ka ndihmuar një prej betejave vetëm me dua. Ka qenë pra prej tabiinëve është ky dietari Kutejb ibn Muslim, ka qenë komandant i khilafetit Emevi. Ka qenë lufta mes tyre dhe kanë qenë duke afru mongolët. Edhe pse mongolët shumë kanë bërë shkatrime, shumë luftra i kanë fituar muslimanët, pra ka qenë një sprovë e rëndë për umetin islam. Në këtë rast thot, i është kallëzuar këtij komandantit se mongolët janë shumë numri i madh shumë. Ki thot, a e kam unë Muhammed ibn Wasi me vete? A është dikundi i thon po është kanë gjatë të ushtrish. Gishtin që bën dua Muhammed ibn Wasi, thot që lut Allahun është më dashur te une se sa 100.000 shpata të mbrehura. Të shofash, po, 100.000 shpata të mbrehura. Duaja, di se ka qenë për njerëz që i pranojnë duaja. Ka thonë ta kemat me vete, e njerëz bëj dua mu se më vijnë ato 100.000 shpata të mbrehura, se me këtë e mundi ushtrin. E shtu ka qenë kuptimi i atëshëm. Kanë qenë të lidhur vëllezër. Është pyet për shembull njëri prej komandantëve, Khalid ibn Walidi, është pyet, ja bese e kanë pa duke u fal natën. Kanë ja bese era skapitur jeve. Gjithë ditën ke luftu, je me plagë, edhe çosh natën të falesh? Thot, more e kom të falem. Pa tjetër e kom të falem natën, sepse si di kërkoj nesër Allahut fitore, nëse nuk fali namaz natën. S'kom fytyr nesër thonë o Zot na ndihmo kundër armikut. Nëse unë nuk fal namaz natën. Kjo ka qenë mendimi dhe shu kanë qenë sahabët vëllezër. E kanë kuptuar që fitoria atje në betejë apo me familjet e vet apo pa marrë parasysh në raport me njerëzit nuk vjen përveç se nëse kjo lidhje është e fortë. Kjo lidhje bëhet e fortë pastaj me njerëzit që kalohet më mirë. Për këtë arsye vëllezër,
Ne duhet ta dimë se në çdo sprov që i godet muslimanët ka hajër në to. Është pastrim për to. Duhet bëjmë dua për vëllezërit tonë në Palestinë që Allahu subhanahu wa taala ti liron dhe ti kthen në vendet banimet e tyre salimin, pra të paqes. Duke qenë domethënë të kënaqur me atë që është vendosur për ta. Lutem Allahu subhanahu wa taala që umetin islam, muslimanët ti kthen atë kënaqëri që kanë pas. Sepse me të vërtetë atëherë do ta shohim se çka është ajo ëmbëlsia e imanit. Kur të kthehet kënaqëria, jo për diçka tjetër, sepse kjo është rruga e vërtetë. Kjo është udhëzimi i vërtetë. Kjo është ajo që ka nga ana Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ai umeti i cili do të jetë i shpëtuar në ditën e gjykimit. Nuk ka umete tjerë. Ata të cilët kanë ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të jetë vetëm të shpëtuar. Ata që nuk e kanë ndjek do të jetë të humburit. Për këtë arsye vëllezër, ne themi dhe besojmë dhe kemi bindje se Allahu subhanahu wa taala së shpejti inshallah do të na gëzon me ngjarje të mëdha dhe të mira dhe të hajrit për umetin islam. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.